Masakra në xhami, kush janë 2 adoleshentët e manifesti racist. 2 adoleshentët që sulmuan me armë qendrën islamike të San Diegos janë identifikuar si 17 vjeçari Cain Clark dhe 18 vjeçari Caleb Vasquez. Ndërsa autoritetet amerikane kanë zbuluar detaje tronditse nga hetimi për masakrën që la 3 persona të vrarë dhe terrorizoi komunitetin musliman në Kaliforni. Sipas policisë dhe FBI, të 2 të rinjt ishin njohur fillimisht online dhe më pas kishin krijuar kontakte personale pasi zbuluan se jetonin në të njëjtën zonë në San Diego. Hetuesit kanë gjetur një dokument 75 faqesh, i cili konsiderohet manifest ekstremist ku dyshohet se autorët shprehin urrëtie ndaj muslimanëve, hebrejve dhe komunitetit LGBTQ dhe minoriteteve të tjera. Shefi i policisë së San Diegos, Scott Wall, deklaroi se sulmi nuk ndodhi brenda natës, ndërsa FBI tha se dokumenti përmbante simbolik naziste, gjuhë ekstremiste, mizogjini dhe ide raciste. Sipas autoriteteve, Clark dhe Vasquez kishin hero Brenton Tarrant, autori në masakrës në xhaminë e Christchurch në Zelandën e Re në vitin 2019 ku vranë 51 persona. Sulmi ndodhi në mëngjesin e së hënës kur të 2 adoleshentët hapën zjarr pranë qendrës islamike në San Diego. 3 viktimat u identifikuan si Amin Abdullah, një roj sigurie babai 8 fëmijëve, Nader Avad, mësues kopshti prej dekadash dhe Mansur Kazia, i njohur në komunitet si Abu Is që punonte në dyqanin ushqimor të qendrës. Sipas policisë, Avad dhe Kazia tentuan të largonin autorët drejt një parkingu pranë qendrës për të shpëtuar besimtarët që ndodheshin brenda, por më pas u qelluan për vdekje. Pak minuta pas sulmit, Clark dhe Vasquez u gjetën të vdekur brenda një makine disa bloqe larg qendrës, pasi dyshohet se kishin vrarë veten me armë zjarri.